sërish në studio drejt për së drejti në Vizion Plus, ku do të ndalemi tashmë në një temë diskutimi shumë interesante dhe në fakt shqetësuese për të gjithë ata që jetojnë në kryeqytet, ku vërem shpesh në shumicën e rasteve shoferë të papërgjegjshëm të cilët parkojnë makinat e tyre në korsitë e emergjencave të autobusëve, duke bllokuar korsitë e biçikletave në të njëjtën kohë apo duke parkuar në lagje dhe duke bllokuar kështu le të themi qarkullimin për një pjesë të mirë të banorëve. Është kthyer në shqetësim aq të madh saqë policia tashmë rrugore e kryeqytetit duket që ka marrë masat me një flot le të themi karo atrecësh të cilët ndërhyjnë, kemi parë shpesh në fakt të ndërhyjnë edhe të kenë mundësi kështu të zhbllokojnë trafikun. Pra jo vetëm me masë administrative, por edhe duke e marrë makinën me karo atrec. Do të kemi mundësi të diskutojmë për një sër problematikash ditën e sotme. I themi mirëmëngjes Joan Trungu, shef i sigurisë në trafikun urban. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që je këtu. Mund na thoni diçka më shumë për pajisjen me karo atrec, sa është le të themi numri që ka pajisur këtë flotë për cilën edhe Flori e shpjegoi pak më parë, duket se do të jetë në funksion edhe të ndërgjegjësimit të qytetarëve. Faleminderit për pyetjen. Në radhë të parë dua të uroj kolegët dëmtuar ditën e djeshme në protestë, ku për shkak të lëndimeve disa prej tyre kanë përfunduar edhe në spital. I urojmë shërim të shpejtë. I falenderojmë dhe jemi krenar për mënyrën e vetëpërmbajtjes tyre në shërbim dhe qytetarinë e treguar. Në lidhje me pyetjen, Policia Rrugore e Tiranës ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm në lidhje me korsitë e dedikuara. Flotës së policisë rrugore janë shtuar karotrec, ku gati prej një jave kemi filluar me zhvendosjen e mjeteve të cilët bëhen pengesë në korsitë e dedikuara, ku bëhen pengesë si për mjetet e emergjencës, ashtu edhe për mjetet e transportit të autobusëve. Shpesh herë nuk kemi vepruar me masa, kemi vepruar duke i këshilluar këta drejtues mjetesh që të kuptojnë që korsia e dedikuar nuk është korsi ku mund të parkohet edhe mund të ulesh në një lokal apo ku mund të mbarosh një punë tjetër. Por korsia e dedikuar gjithmonë duhet jetë e lirë për shkak edhe të ngarkesës qytetit me mjete, është e domosdoshme të jetë e lirshme për lëvizjen e lirë të mjeteve të emergjencës. Dhe kur merr masa policia rrugore për të vënë në funksion karo atrecin, pra edhe kur makinat janë le themi me bllokazhin ndezur, këtu bëhet fjalë vetëm për korsitë e dedikuara apo jo? Po, në korsitë e dedikuar nuk lejohet qëndrimi i mjeteve, por as kalimi i tyre në korsinë e dedikuar. Korsia e dedikuar është një korsi që përdoret vetëm nga mjetet e emergjencës, si dhe mjetet e transportit. Dhe shpesh qytetarët ankohen, konfliktohen me punonjësit e policisë duke thënë që unë jam në mjet apo e ndalova mjetin qoftë edhe 5 minuta. Këtu bëjmë edhe një sensibilizim për këta drejtues mjetesh ku duhet sqaroj që nuk lejohet fare parkimi në korsinë e dedikuar. Dhe me të drejtë, në fakt, sepse është një, le të themi, korsi ku duhet kaloj patjetër ambulanca, duhet kaloj zjarr fikse, dhe në rastin se do të jetë e bllokuar, të paktën atëherë kur duhet, do të prishi shumë punë apo jo? Vërtet. Në rast se makina merret me karotrec, ku dërgohet ajo? Cilat janë procedurat që më pas një qytetar duhet të ndjek për ta rimarrë atë? Mjetet të cilët spostohen me mjetin ngritës dërgohen në pikën e bllokimit që ne kemi në fushën e aviacionit, te fusha ish helikopterave. Kërkohet një dokumentacion i mjetit, momentin e nxjerrjes mjetit, ku duhet të ketë të gjithë anën dokumentare të rregullt. Duhet të jetë vetë personi i cili disponon mjetin, personi pronari i mjetit. Në qoftë se ka detyrimet ndryshme të cilat i kalon pa shlyer, duhet shlyej edhe detyrimet dhe pastaj bëhet dalja e mjetit. Dhe duket në fakt që flota, nëse referohemi edhe pamjeve, flota e karoatrecave, duket që është mjaft moderne, pra nuk i merr me makinat nga njëjti pozicion që ne kemi parë t'i marri, të paktën nga le themi klasiku, duket që tashmë nga disa pozicione ka karoatreca të cilat mund t'i marrin makinat. Po, e vërtet, kemi karotrec të cilët i marrin mjetet në pjesën anësore, ato mjete ku ne kemi vështirësi për spostimin e tyre, të cilën më përpara nuk e kemi pas si mundësi
për zhvendosje, sidomos në ato vende ku këto mjete realisht bëhen pengesë, si shtatë edhe për mjetet e emergjencës, sidomos edhe në zonat me shumë popullsi në brendësi të lagjeve, në zonave të banuara. Ky karrotrecë është ndihmë për të gjithë ne, pasi bëjmë spostimin e mjeteve të cilën më përpara nuk ishte mundësi. Me lehtësi të madhe. Përfshihet në këto aksione që ju keni ndërmarrë dhe fshatrat apo le të themi rrugë të cilat janë kombëtare? Nisma është për të gjithë qytetin e Tiranës. Në çdo vend ku ka bllokime të segmenteve apo parkime mjetesh të cilat bëhen pengesë për kalimin e qoftë të qytetarëve apo qoftë edhe të mjeteve të tjera të emergjencës, patjetër që ndërhyjmë me mjetet të karrotrecës. Sa i takon gjobave, në rast se dikush, po themi, parkon në qendër të Tiranës, a ka një ndryshim tek masat që ndërmerren për një qytetar nëse ai në fakt këtë problematike ka shkaktuar në periferi, bëhet një ndarje e tillë? Jo, masat administrative janë të njëjta, si për personat që janë periferi, qoftë edhe për personat në qendër të qytetit. Në shumicën e rasteve, personat të cilët nuk janë bindur urdhrave për lëvizjen e mjeteve apo për lirimin e hapësirave të cilët nuk kanë zënë me mjetin e tyre, shpesh janë edhe proceduar dhe shoqëruar sipas nenit 203 Kodit Penal, të cilët ne kemi vënë zbatim për këta drejtues mjetet të cilët realisht janë bërë pengesë serioze për marrëvajtjen qoftë qytetarëve dhe të rasteve të tjera emergjente. Të bëhet fjalë për parkimin dysh në Mosgabë. Po, dhe parkimin dysh, po edhe... I cili shumë përfolur që shkon edhe me arrest me burg. Po, pritet që t'jedhet në fletoren zyrtare për të vënë në zbatim. Kanë pas raste ku drejtues mjetesh të cilët parkojnë në vende jo të përshtatshme, është bërë thirrje disa herë nga punonjësit e policisë, pavarësisht edhe masës që mund të kenë marrë, nuk janë bindur për lëvizjen e mjetit, duke u bërë pengesë serioze. Për këtë arsye edhe janë proceduar penalisht. A kemi një bilanc të këtyre ditëve, si ka ecur ky aksion, sa mund të kenë qenë makina të cilat janë marrë me karrotrecë dhe a kanë ndërgjegjësuar le të themi qytetarët, pra është lehtësuar edhe trafiku nga ana tjetër? Kjo nisëm për policinë rrugore, por dhe për qytetarët është lehtësim, sidomos për pjesën e trafikut. Në moment që një linjë urbane ecën në korsinë e dedikuar, është liri edhe për qytetarët, pasi trafiku është më i rrjedhshëm në segmentet për mjetet. Brenda një jave janë spostuar me karrotrecë afërsisht 80 mjete. 80 mjete të cilët nuk është bërë se policia rrugore ka nevojë që qytetarëve t'i vendosi masa, apo si shton shumicën e rasteve që do arrihet ajo kuota e masave, gjë që nuk është e vërtet, por bëhet për sensibilizim. Ka njerëz që edhe sensibilizohen, edhe kuptojnë këtë nisëm, edhe na duart trokasin, edhe na falenderojnë, por ka dhe qytetarë tjerë të cilët nuk arrin do ta kuptojnë se si funksionon korsia dedikuar dhe kjo është një sfidë në vetë për gjithë punonjësit e policisë. Në fakt shumë problem është nëse referohemi korsive dedikuar aty ku kalojnë edhe transporti publik, për shkak të ndoshta të bllokimit herpasershëm, detyrohet që edhe autobusi mos të parkojë në korsinë e dedikuar apo të zbresi qytetarët, duke u bërë rrezik për qytetarët që hipin dhe zbresin nga autobusi, për shkak se është e bllokuar le të themi e gjithë korsia dhe detyrohet t'i marrë pasagjerët në korsinë tjetër. Detyrimisht do të shkaktoj trafik në fakte edhe në rrugë. Nëse referohemi bulevardit Jeanne d'Arc, ai është ndoshta nga më problematikët mendoj unë, duke qenë se edhe frekuentoj shpesh në rrugën që bëj. Ka dhënë rezultatet e veta, le të themi kjo, i kanë ndërgjegjësuar qytetarët, pra le të themi sepse frika e ruan vreshtin, pra në rastin e masë administrative, nëse nuk e merr, do të thotë do ma marrë me karrotrecë, kështu që nuk po parkoj më këtu ose nuk po e lë më makinën në këtë pikë. Po, shumica e njerëzve janë ndërgjegjësuar, shohim një reagim pozitiv në këtë sens dhe shikojmë që tendenca është në rënje. Çdo ditë shikojmë që korsitë e dedikuara janë më të lira edhe njerëzit janë ndërgjegjësuar akoma më shumë. Do të thotë që edhe na mirë kuptojnë, edhe mirë presin këtë nisëm. Çdo nisëm që ne e bëjmë është për të mirën e qytetit, për të mirën e trafikut, kështu që
prap i bëj thirrje gjithë qytetarëve që të jenë bashkëpunuese dhe të binden urdhrave të. Se i takon masave të cilat edhe kanë marrë atë diskutimi, reagimin më të madh të qytetarëve ka qenë masa e Burgut, që nëse dikush parkon dysh do të ketë masë të tillë, sidomos nëse është me pasoja të rënda. Si do të veproni në terren? Si është menduar, le të themi, aksioni në këtë drejtim? Pritet që ky urdhër të pasqyrohet dhe në fletoren zyrtare, më pas do diskutohet dhe do vendoset. Në fakt, ajo që i ka kapur frika qytetarët në shumicën e rasteve është që për çdo makinë që do parkohet apo do hapi kraun paralel me, le të themi, me rrugën, për fat keq mendojnë që do të shkojnë në burg, megjithatë nuk është kështu. Të paktën me ç'kemi diskutuar ne në studio edhe me specialistë të tjerë, është nëse ti bësh pengesë, le të themi, edhe ke parkuar makinën, dhe bësh pengesë për kalimin e zjarfikses, ambulancës apo makinave të policisë, vetëm këto do të jenë rastet ku parashikohet me burg apo jo. Patjetër. Mjetet të cilët pengojnë lëvizjen e drejt për drejt të një mjeti emergjent për të shkuar një vendngjarje, sidomos kemi rastis edhe në pamje filmike, besoj në televizor edhe në zonat e banuara ku një qytetar i pandërgjeshëm e lë mjetin mes rrugës se mendon që nuk kam ku e parkoj dhe në një rast zjarfiksa nuk arrin dot që të futet një zonë banuar apo akoma më keq shërbimet e ambulancës apo të policisë. Për këto raste edhe shkartuar ky ligj. Ke një mesazh, Joan, para se ta përmbyllim, ndoshta edhe për t'ia dhënë nëpërmjet ekranit ndërgjegjësimin qytetarëve? Patjetër, i lutem të gjithë qytetarëve të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të jenë sa më të kujdesshëm, sidomos në qendrat banuara, pasi konstatojmë shpesh qytetarë të cilët nuk i respektojnë rregullat brenda qytetit, çka sjellin edhe shtimin e numrit të aksidenteve, si dhe përdorësit e mjeteve të jenë të kujdesshëm me përdorimin e alkoolit. Faleminderit shumë që ishe në program. Faleminderit shumë, Kënaqësi. Ne shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi pas.